Në gjithë arsimin parauniversitar, nesër zyrtarisë nisin pushimet vjeshtore, bazuar në kalendarin zyrtar të vitit shkollor 2025-2026, nga 29 deri me 31 tetor nxënësit do të jenë në pushime vjeshtore. Ndërkohë, në 2 javët e fundit të muajit tetor, nxënësit kanë qenë në periudhë vlerësuese nga ana mësimdhënësve, të cilët janë përpjekur që të bëjnë vlerësimin për secilën lëndë mësimore sipas instrumenteve të planifikuara paraprakisht. Nxënësit ndërkaq prapakamerës kanë shprehur opinionet të tyre se pas një angazhimi disa ditor në procesin e vlerësimit, pushimet vjeshtore prej disa ditësh do të jenë të mirëseardhura për ta. Të lumtur u pan, sidomos të vegjëlit, të cilët morën leksione nga mësueset e tyre, që edhe në ditë pushimi, sadopak të bëjnë ndonjë ushtrim të detyrave dhe leximit, me qëllim që t'i mbajnë në kujtesë mësimet e 2 muajve të parë të vitit shkollor. Pas këtij pushimi, procesi mësimor do të vazhdojë të hënën me 3 nëntor në të gjitha institucionet arsimore të vendit.